Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, është edicioni lajmeve në News 24. Emisioni në Shënjestër në News 24 ka zbardhur detaje nga vrasja e Renato Hoxhait pak ditë më parë në Vlorë. Autori dyshuar për vrasjen është një shtetas rumun, i cili mund të jetë larguar nga qafbota. Një nga pistat më të forta që po hetohet është se Renato Hoxhaj mund të ketë qenë informatori një bande të fuqishme në Vlorë. Vrasja me sfond mafios që tronditi qytetin e Vlorës më 27 prill, ku mbeti i vdekur 58 vjeçari Renato Hoxhaj, ndryshe nga krimet që tentojnë të jenë të përsosura la gjurmë. Emisioni në Shënjestër në News 24 ka zbardhur pistat e hetimit ku po heton policia. Autori tashmë i identifikuar si një shtetas rumun me precedent penal, priti për rreth 90 minuta në hyrje të pallatit ku banonte Hoxhaj. Kur viktima doli, ai u qellua me 2 plumba në kokë dhe 1 në trup, duke humbur jetën me njëherë. Pamjet filmike e tregojnë autorin të qetë, me maskë dhe kapele, veshje e pazakont për stinën, por e studiuar për të shmangur identifikimin. Deri tani, për atentatin është arrestuar Eris Mehmetaj, djali i ish deputetit Xhevdet Mehmetaj, i cili dyshohet se ndihmoi autorët duke siguruar makinën e përdorur në atentat. Edhe pse ai mohon përfshirjen, hetimet tregojnë ndryshe. Në telefonin e tij u zbulua prova që e lidhin me ngjarjen. Mehmetaj rezulton të ketë pasur kontakte të ngushta me Rohan Brahimin, një emër i përfolur për përplasje me Ervis Martinaj, dhe i vrarë në maj të vitit 2024 në Athinë. Për më tepër, babai i Ibrahimit, Gjovalim Prendi, u vra më 17 prill në Lezhë, çka forcon dyshimet për një zinxhir hakmarrjesh. Sipas hetimeve, Mehmetaj kishte bler makinën e përdorur në krim në emër të një të moshuare nga Vlora, ndërsa pas saj qëndronte Alessio Dobrozi, një emër i shpallur në kërkim për atentatin ndaj Brillant Martinajt. Dyshohet se pas këtij zinxhiri qëndron një grup i fuqishëm kriminal me bazë në Dubai, aty ku Mehmetaj kishte publikuar foto pak para krimit. Një nga pistat më të forta që po hetohet është se Renato Hoxhaj mund të ketë qenë informatori një bande të fuqishme në Vlorë. Ai rezulton fshime e familjen Sinomati, ku më herët u vra Gëzim Sinomati me snajper, një tjetër krimi i pazbardhur. Burime policore nuk përjashtojnë mundësinë që Hoxhaj të ketë qenë në dieni të vrasjeve të mëparshme. 4 ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka shpërndarë një mesazh për të gjithë qytetarët shqiptar duke bërë thirrje që të votohet pa frikë. Mos lejo të tjerë të flasin për ty, vota jote është vetëm e jotja, voto pa frikë, thuhet në mesazhin e Ambasadës Amerikane në Tiranë, ndërkohë që 2 ditë më parë Ambasada Amerikane publikoi një mesazh të zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara, i cili ndër të tjera thekthonte se të besosh në demokraci do të thotë të kuptosh se secili prej qytetarëve tanë ka mençuri dhe ka një zë. Ne nuk duhet të kemi frikë prej qytetarëve tanë edhe atëherë kur ata shprehin pikpamje që nuk pajtohen me udhëheqësit e tyre. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka zbuluar detaje mbi hetimet për krimet zgjedhore. Sipas tij, në SPAK janë 115 materiale kallëzuese nga të cilat kanë nisur 35 procedime penale, ndërkohë që edhe në prokurorinë e përgjithshme janë regjistruar 32 kallëzime. Javët që i paraprind zgjedhjeve parlamentare të 11 majit kanë prodhuar shkeljet e ligjit e përpasoj bashkëpunimi mes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, SPAK dhe Prokurorisë së Përgjithshme, po jep frytet e para në luftën kundër krimeve zgjedhore. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi bëri publike shifrat e denoncimeve dhe të procedimeve penale që lidhen direkt me krimet zgjedhore. Në SPAK janë 115 materiale kallëzuese, këto nga subjektet zgjedhore, referime nga policia e shtetit, të iniciuara kryesisht nga vetë SPAK, denoncime në platformën online, si dhe denoncime nga qytetarët. Dhe në total janë të regjistruara 35 procedime penale nga SPAK. Nga këto 35 procedime penale, 8 janë të regjistruara kryesisht nga vetë SPAK. Për sa i përket të dhënave të marra nga Prokuroria e Përgjithshme, janë 32 kallëzime për vepra penale në fushën e zgjedhjeve,
në prokuroritë të ndryshme, 3 në prokuroritë e Tiranës, 4 në prokurorinë e Elbasanit, 3 në prokurorinë e Sarandës, 2 në prokurorinë e Durrësit, 3 në prokurorinë e Kukësit, 2 në prokurorinë e Gjirokastrës, 5 në prokurorinë e Fierit, 1 në prokurorinë e Korçës, 5 në prokurorinë e Dibrës, 2 në prokurorinë e Vlorës dhe 2 në prokurorinë e Kur mbeten pak ditë nga zgjedhjet e 11 majit, problematike mbetet shpërndarja fletëve të votimit tek shqiptarët e diasporës, sidomos në Greqi. 21.000 zarfe ende nuk kanë mbritur tek zgjedhësit jashtë vendit. Cili bashi pohon se perfeksioni nuk ekziston, por se integriteti nuk cënohet. Në mënyrë kategorike në gjykimin dhe në vlerësimin tim, nuk mund të vjetë në dyshim integriteti i votimit nga jashtë. Është një proces te modestisë që nuk është realizuar në mënyrë perfekte dhe jo për shkaqe që lidhen me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por është një proces realizuar pa hezitim mund ta them shumë mirë. Ndoshta ne nuk kemi në terren dhe nuk dim shumë se çfarë ndodh, por nga ato çfarë vjen këtu tek ne, qoftë nëpërmjet partive politike, qoftë nëpërmjet votuesve, atësesi ky proces nuk mund të vjetë në diskutim. Kryekomisioneri lajmëroi se tashmë ka nisur procesi i shpërndarjes së materialeve zgjedhore në shumë qarqe të vendit, që më 11 maj gjithçka të jetë gati në orën 7 të mëngjesit, kur do të hapen qendrat e votimit brenda territorit të Shqipërisë. Grupi punës i SPAK për monitorimin dhe hetimin e krimeve zgjedhore ka zhvilluar një takim në Prokurorinë e Elbasanit me pjesëmarrjen e drejtuesve të policisë dhe prokurorisë. BKH dhe SPAK janë duke monitoruar me kujdes çdo aspekt të procesit zgjedhor në Elbasan, përfshi përdorimin e burimeve publike, abuzimin me administratën, qarkullimin e parave të pista, ndikimin e krimit organizuar dhe çdo tentativë për blerje votash. Sipas burimeve zyrtare, angazhimi i organeve ligjzbatuese ka si qëllim garantimin e pastërtisë së procesit zgjedhor të 11 majit. Grupi i monitorimit i kryesuar nga prokurorët Olsi Dado dhe Enejd Nakuçi është duke ndjekur zhvillimet në terren në kohë reale dhe hetuesit po përdorin pajisje me teknologji të avancuar për të dokumentuar çdo shkelje që mund të ndodhë gjatë procesit elektoral. Do të kemi tani një lidhje të drejt për drejt me kolegu Nigli Çelmeta për sa i takon edhe fleshit informativ që ju po ndiqni me titra. Është finalizuar një operacion policor i koduar Forest dhe ka të bëjë me arrestimin e një 45 vjeçari që ka nosur gruan dhe fëmijët e mitur, një ngjarje që ka ndodhur në periferitë të Tiranës, familje në fshatin Kus, por për më gjër lidhe me Iglin. Igli, të përshëndes. Përshëndetje Nisida, policia e Tiranës, me saktësisht shërbime dhe komisariatit numër 1 në kryeqytet kanë parandaluar një ngjarje të rëndë kriminale në një familje në fshatin Kus të Tiranës. Shërbimet e komisariatit numër 1 kanë marrë në ftim për një shtetas një 45 vjeçar i cili po dhunonte bashortën dhe fëmijët e tyre dhe posedonte armë zjarri të llojit Kalashnikov. Dhe menjëherë kanë organizuar punën për kapjen e këtij 45 vjeçari me qëllim parandalimin për shkallëzimit të situatës. Brëm rreth orës 23 minuta të darkës ka ndodhur edhe ngjarja ku shërbimet e policisë kanë shkuar për të ndërhyrë në banesën e shtetasit Luan Alla, 45 vjeç, i cili në momentin ku ka parë punojësit e policisë ka qelluar me armë zjarri në drejtim të tyre dhe më pas duke përfituar nga errësira dhe nga terreni është larguar në drejtim të një zone të pëzuar. Fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar nga ana e forcave blu. Shërbimet e policisë janë vënë mënyrë në ndjekje të tij dhe pas gati 2 orë shkërkime në pyll kanë bërë të mundur lokalizimin dhe arrestimin e 45 vjeçarit Luan Alla. Gjithashtu shërbimet e komisariatit numër 1 në kryeqytet kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale dhe armën e zjarrit të llojit Kalashnikov me fishek në folet, që ky shtetas e kishte me vete gjatë kohës u larguar nga banesa për të shpëtuar forcave të policisë. Gjithashtu është sekuestruar edhe një mjet prerës stik të cilën e posedonte pa leje. Faleminderit Igli për informacione. Faleminderit juve. Kemë dali drejt për të ndjekur kryeministrin e vendit, zotin Rama, një takim elektoral është në fushkruj. Dhe mbi të gjitha falas për të gjitha ato familje, të cilat sot janë pronare legjitime të atyre shtëpive dhe nuk i kanë asnjë detyrim askujt dhe aq më pak shtetit. Nga ana tjetër, fatkeqësia nuk ishte e mundur të ndalej prej nesh, por ajo që bëm ne për fëmijët e kësaj zone, duke ju
15 shkolla që janë të standardeve më të larta europiane. Është vërtet diçka që na bën krenar në raport me prindrit e gjithë atyre fëmijëve, na bën krenar për Partinë Socialiste, na bën krenar për Bashkinë, që siç e tha edhe Ani, ka bërë një punë vështirë, ka qenë një nga pikat më të vështira të rindërtimit Kryja Lart për shkak të terrenit, për shkak të çështjeve të pronësisë, por Arturi si gjithmonë ja ka dalë të gjejë zgjidhjet e duhura. Nga ana tjetër, dhe do ta mbyll këtë pjesë, ne më në fund jemi në kushtet kur mund ta vëm dhe kemi vënë në planin ton atë ëndrrën e vjetër të gjithë Krujës për të pasur një rrugë të drejt për drejt lidhje me Tiranën. Dhe nëse keni ndjekur prezantimin e bërë në programin e infrastrukturës, tani më rruga e drejt për drejt është pjesë e programit ton. Ashtu si kundër nuk ka nevojë për të qenë në ndonjë program afatgjat, sepse edhe rrugën lidhëse mes Fushkrujës dhe Krujës, ku tani më ka shumë më tepër qarkullim se siç foli më parë drejtuesja politike e qarkut, ka shumë më tepër turist, ka shumë më tepër lëvizje, do të duhet ta riveshim brenda një kohe të arsyeshme. Unë dua ndërkohë të ndaj me ju një pasqyrë të shumë përmbledhur të ecurisë së këtyre viteve, ku përball një errësire të madhe informimi të publikut lidhur me të vërtetat, lidhur me faktet, dhe në atë errësirë ku publiku goditet për natë e për ditë me gjysmën vërteta që janë dhe gënjeshtat më të mëdha, është shumë e rëndësishme që t'i japim mundësi njerëzve në këtë moment të shohin se çfarë ka ndodhur përtej zonës tyre, çfarë ka ndodhur përtej horizontit të punëve tyre të përditshme. Se padyshim dikush që ka marrë shtëpinë e rindërtuar e di vetë realitetin e tij dhe e di vetë se sa besnik i kemi qëndruar ne. Por ama duhet di dhe shumë gjëra tjera që ndodhin përtej, në mënyrë që të gjithë së bashku të dimë se çfarë është bërë realisht dhe se ajo që planifikohet bëhet nuk është një manifest dëshirash elektorale që hajtë se përshkojmë ke njerëzit dhe po ju tregojmë pralla ta haj kush ta haj, por është një plan i vendosur mbi themele shumë të forta. Dhe po e filloj me momentin ku fillon e gjitha, kur ne morëm detyrën tek vlera e përgjithshme e vendit. Vlera e përgjithshme e vendit, ose si quhet ndryshe prodhimi i brendshëm bruto i vendit, pra çfarë arin vendit prodhoi si vlerë, ishte 9-10 miliard euro. Sot ka kaluar 25 miliard euro. Dhe ne jemi të bindur që deri në Shqipërinë 2030 do ta çojmë këtë vlerë në 35 miliard euro. Që do të thotë, do të ketë shumë më tepër të ardhura për të rishpërndar, do të ketë shumë më tepër të ardhura për të investuar, për infrastrukturën dhe për të gjitha nevojat e tjera. Vazhdojmë. Këtu jemi tek të ardhurat për frym, këtu jemi tek një pasqyrë e rritjes prodhimit të përgjithshëm në raport me rajonin. Ne nuk konkurrojmë me Gjermaninë. Garën me Gjermaninë e bënte Bufi kur ishte në qeveri, më vdeksha, se po e pritësha këte.
Vdeksha unë për ty, rofsh që kalove, rofsh, o hudhër, rofsh. Ta shti jemi në regull. Po e priqa thash, në Krujt duhet pa tjetër ta një një Rama ik që të plasi syri keq, e plasi syrin e keq. Ta shi, kam për ta pa me 11 maj. Edhe ku e tha, ta mamë sa përmena unë fjallën kënet, për herë të parë, tak, doli Bretkoca, e pat? Vdeksha. Po ju se pat si ishte, se i kishte flokët e lakme, sa kishte dal nga dushi. Kjo është pasqyra, kjo është rritja, po thosha që ne nuk jemi ngarë me Gjermanin. Ngarë me Gjermanin e bote bufi, kur ishte në qeveri. Ju kujtojt që tha, arritëm, tha, jemi dytët mas Gjermanis. Edhe pastaj për pak përfundum në humë në erë prap. Ne garën e kemi, ose krasohemi me rajonin, me Balkanin. Shqipëri sa e kemi rritë ne prodhimin në këto vite, kurse kjo është mesatarja e vëndeve tjera të Balkanit. Vazhdojmë, këtu vim tek të ardhurat për frym, ku kemi qenë 3.300 euro, në vit, kuptohet, kemi shku në 10.300 euro dhe do të shkojmë në 15.000 euro në Shqipëri në 2030. Vazhdojmë, këtu jemi tek borxhi. Kemi pas një borxh shumë të lartë, po jo vetëm të lartë, po dhe të rrezikshëm, sepse përveç këtij borxhi zyrtar, kemi pas edhe një situatë borxhesh ndaj kompanive që bënin punët, që bënin shërbimet, deri në pikën ku edhe shkumsa nuk ishte më nëpër shkolla, se kompanitë nuk i furnizonin më pasi qeveria nuk i pagunte. Dhe sot borxhin e kemi ulur me 16% po thuaj se 17%, në 54% dhe në Shqipërinë 2030 do të jemi tek 50% që është norma mesatare, krejtësisht e shëndetshme edhe e vendeve të BE-s. Vazhdojmë. Këtu jemi tek kreditë e këqija, ja ku kishte ardhur situata me bankat, njerëzit nuk pagunin dot mbrapsh interesat e kredive, rreziku ishte i madh, çereku i kredive ishin të këqija dhe ne sot i kemi në një pikë ku shumica juaj nuk i shef, është 4.2% që përsëri është normale. Vazhdojmë. Këtu jemi tek përqindja e popullsisë në rrezik për varfëri, 19.2% që është një përqindje brenda mesatares së vendeve të Bashkimit Evropian. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pabarazia në të ardhura, siç e shihni ka një shpërndarje më të arsyeshme të ardhurave dhe ka më pak hendek se sa ç'kishte më parë, edhe pse është e domosdoshme që ne të vazhdojmë edhe ta ngushtojmë këtë hendek. Vazhdojmë. Këtu jemi tek tregu i punës, për herë të parë kemi një papunësi nën 10%. Pra e kemi papunësinë me një shifër 8.8%. Vazhdojmë. Këtu jemi tek punësuarit. Kjo është një pasqyrë që mua më pëlqen, sepse besoj e keni dëgjuar kur ata e përsërisin 300.000 vende pune, ku janë 300.000 vende pune? Ja sa të punësuar ka pas Shqipëria kur ne morëm detyrën. Këta janë të gjithë emra dhe mbiemra, 1.023.000 shqiptarë dhe shqiptare të punësuar, të regjistruar. Ja sa janë sot, 1.327.000, këta janë të gjithë emra dhe mbiemra. Dhe besoj që diferenca mes tyre është më shumë se sa 300.000. Vazhdojmë. Zogu, pse bërtet më dha? Këtu jemi tek përqindja të punësuarve me pagën nën 40.000 lekë. Shifeni sa kanë qenë
60% e atyre 1.023.000 njerëzve që tregohen parë mershin 9-20.000 lekë. Sot ajo përqindje ka rënë, sepse sot ne kemi një pagë minimale 400 euro, e cila në janar të vitit ardhshëm do të bëhet 500 euro, dhe në fund të këtij mandati do të jetë paktën 650 euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek rritja e pagave, kjo paga mesatare e përgjithshmja, pra e bashkuar privat shtet, ka qenë 322 euro, sot është 828 euro, dhe në Shqipërinë 2030 do t'jetë 1.000 euro të paktën. Kjo është paga mesatare në sektorin publik, sot që flasim, është 1.000 euro në shtet, dhe do t'jetë 1.200 euro në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë. Vazhdojmë ecim, këto janë pensionet, me ajo që është e rëndësishme për pensionet të thuhet është që ne kemi në plan që brenda mandatit 4 ta çojmë pensionin minimal në 200 euro dhe të mos ketë pension nën 200 euro. Vazhdojmë. Këto janë një sër përfitimesh të tjera për pensionistët, sepse këtu flitet për pensionet, por askush nuk flet për çfarë tjetër ne bëjmë për pensionistët, dhe janë rreth 300 milion euro që shkojnë për bonuse, shkojnë për kompensime energji elektrike, shkojnë për kompensime mujore të natyre ndryshme, për rimbursimin e barnave e kështu me radhë. Vazhdojmë. Këtu jemi në një pasqyrë që unë e kam shumë për zemër, sepse është hendeku i pabarazisë mes burrave dhe grave. Kemi qenë të 83-tët në klasifikimin e Kombeve të Bashkuara, jemi ngjitur lart në vendin e 23. Vazhdojmë. Këtu jemi tek taksat, ne ndryshum sistemin e taksave, dhe për këtë arsye të gjitha dyqanet që shihni në dy anë të rrugës paguajnë 0 tatim fitimi dhe paguajnë 0 TVSH në rast se janë me një xhiro deri në 100.000 euro. Kur kemi ardhur këtu në këtë bulevard për të kërkuar mandatin e parë, të gjithë këta në dy anët e rrugës pagushin nga 10% tatim fitimi, pagushin dhe TVSH. Sot nuk paguajnë as tatim fitimi, as TVSH, dhe nuk do të paguajnë deri në fund mandatit 4, siç kemi thënë, në 2029. Dhe ja, këtu se çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që 66 milion euro në vit, që shteti ja merrte të gjithë bizneseve të vogla, ne ja kemi lënë atyre për familjet e tyre, për të vazhduar të investojnë në aktivitetin e tyre, dhe përveç tyre që janë për ata deri 100.000 euro, janë edhe këtu 58 milion euro tjera në vit që i kanë mbetur në xhep bizneseve të vogla, që të dyja bashk bëjnë një shumë 125 milion euro në vit, që nuk e merr shteti, po ja lë familjeve të njerëzve që janë të vetë punësuar me biznes apo që punësojnë të tjerë. Dhe kjo është 1 miliard e 250 milion euro në 10 vjet, apo jo? Vazhdojmë. Këtu jemi tek papunësia për gratë, që edhe ajo ka rënë në nivelin e 10%. Vazhdojmë. Ndërkohë që këtu jemi, kjo është një tjetër pasqyrë shumë e rëndësishme dhe është një nga treguesit se pse Shqipëria sot është më e mirë se ç'ishte në të gjitha drejtimet. Vetëm 50% e grave që ishin të afta për punë merrnin pjesë në forcat e punës. Sot
janë 70% e grave që marrin pjesë forcat e punës. Vazhdojmë. Kjo është paga mesatare e grave që janë forcat e punës, por që është pak fare më e vogël se e burrave. Vazhdojmë. Këtu jemi tek investimet e huaja, kjo është Shqipëria dhe ky është rajoni. Vazhdojmë. Shumë flet këneta dhe flasin këta në për këto moçalet e televizorëve, s'ka buk, s'ka ujë, s'ka prodhim, s'ka punë, s'ka asgjë, ndërkohë që eksportet, do me thënë prodhimet tona, prodhimi jon, ishin 9.3 miliard dhe kanë shkuar 9.1 miliard. 3 herë më shumë. Vazhdojmë. Këto janë pagat e mjekëve. Sot paga mesatare e mjekëve është 1.670 euro dhe do t'jetë 2.000 euro në Shqipërinë 2030. Këto janë të gjitha programet që ne kemi bërë për mbështetje sociale. Ne kemi rritur në mënyrë shumë domethënëse mbrojtjen sociale, kemi thuajse 3 miliard euro që shkojnë për këto programe, kemi përfshirë të gjitha bashkitë në këto programe dhe janë 32 shërbime për persona me nevoja të ndryshme që bëhen për t'u gjendur atyre pranë dhe unë duhet veçoj shërbimin për fëmijët me aftësi të veçanta, për familjen e tyre dhe duhet them që nga janari i vitit të ardhshëm mbështetja për nënat e fëmijëve me aftësi të veçanta do të dyfishohet. Ndërkohë që kjo është shifra e nënave të papuna me 3 ose më shumë fëmijë, janë 9.200, të cilave prej disa vitesh qeveria ju paguan sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, pavarësisht se shkojnë në punë, 25 milion euro në vit, që mos mbeten pa pension për shkak se nuk punon dot se kishin shumë fëmijë, por të kenë nesër një pension dinjitoz. Kjo është shifra e bonusit bebes, që ne e japim prej vitesh, kur e jepte këneta ishte 50.000 lekë vjetra, ne kemi bërë 400 euro për fëmijën e parë, 800 euro për fëmijën e dytë dhe 1.200 euro për fëmijën e tretë. Ndërkohë që nga viti i ardhshëm do ta ndryshojmë skemën, nuk do jetë më një çek në maternitet në momentin e lindjes, por do të jetë një mbështetje financiare çdo muaj sipas numrit të fëmijëve. Këto janë pagat e mësuesve. Sot paga mesatare e mësuesve është 950 euro dhe 1.250 euro do të jetë në Shqipërinë 2030. Këtu e kam veçuar këtë, janë investimet në buxhetin e mbrojtjes. Kemi pasur ushtrinë më të keq paguar, më të keq pajisur në gjithë rajonin tonë, me i buxhet qesharak 28 milion euro, që sot është 10 fish, 208 milion euro, dhe paga mesatare e ushtarakëve sot është 1.550 euro. Kjo ka sjellë dhe rritje të interesit nga të rinj që të futen në rrugën e karrierës ushtarake. Do ta bëjmë edhe më shumë, sepse duam që ta kemi në mesataren e ushtrive të NATO-s, që janë vende shumë më të mëdha dhe më të pasura, por sot që flasim, ne kemi ushtrinë më të mirë paguar në rajon, përfshi dhe ushtrinë e Serbisë, që është më e madhja e Ballkanit. Tani këtu kam sjell një pasqyrë të gjitha investimeve që janë bërë në qarkun e Durrësit. Edhe këto janë shumë të rëndësishme për të parë se sa shumë është bërë në çdo cep, por dua ta nis me të parën, sepse gjithmonë flitet në hava që s'ka rrugë në për fshatra, kur do bëhen rrugë të fshatrave, ka ngel fshati pa rrugë etj. Këto të gjitha që shifni, damarët këtu me jeshil dhe me të verdh, janë të gjitha rrugë të brendshme të qarkut Durrësit. Dhe në totalin e tyre janë 596 projekte,
për gati qerek miliard euro dhe 362 kilometra rrugë të brendshme që janë rehabilituar në të gjithë qarkun e Durrësit. Vazhdojmë. Këtu kemi projektet e transformimit urban, janë 99 projekte, 81 milion euro që kanë transformuar Durrësin, kanë transformuar Krujën lart, një destinacion historie dhe turizmi që ishte një qamet i madh, ndërkohë që me ndërhyrjet që kemi bërë është komplet tjetër, apo jo. Dhe pa tjetër edhe Shiakun, ku Shiaku ishte kënet komplet, ndërkohë që sot është vërtet një territor urban mjaft dinjitos. Vazhdojmë. Këtu jemi tek turizmi dhe mjedisi, 14 projekte dhe rreth 30 milion euro që qeveria ka dhënë për turizmin dhe për mjedisin në qarkun e Durrësit. Këtu jemi tek ujësjellës kanalizimet, janë 200 milion euro që janë investuar për 116 projekte ujësjellësash dhe kanalizimesh. Këtu vim tek energjia, ka qenë kudo problem çështja e cilësisë së shpërndarjes së energjisë dhe kemi investuar 177 milion euro për 121 projekte për të përmirësuar rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Këtu jemi tek bujqësia, 130 projekte, gati 50 milion euro mbështetje që qeveria i ka dhënë fermerëve dhe i ka dhënë sektorit në qarkun e Durrësit. Këtu jemi tek arsimi dhe natyrisht këtu qarku i Durrësit është shumë më lart se tjerët edhe për arsye të rindërtimit. Janë 191 projekte dhe faktikisht shkollat e reja të Durrësit, të Krujës, në Bubq, ku do të më kujtohet bile ai drejtori i arsimit, kur shkum në Bubq tha, o kryeministër tha, ne kemi më shumë banjo në për shkolla se sa në të gjitha shtëpitë rreth rrodhut. Kështu që janë vërtet shkolla të standardeve europiane dhe ne do t'i shkojmë deri në fund, çdo fëmijë do të shkojë në një shkollë standardeve europiane. Vazhdojmë. Këto janë projektet e sportit, 14 projekte, 5.8 milion euro, tani më është në procesin e garës, e futjes në garë, pasi e ka mbaruar dhe projekti detajuar edhe stadiumi i ri i Durrësit, që do të jetë një qendër e re, jo vetëm sportive, por dhe urbane e qytetit, shumë moderne. Vazhdojmë. Kultura, 39 projekte, 17.6 milion euro për aktivitetet kulturore, mbështetje, dhe shëndetësia dhe kujdesi social, këto janë qendrat shëndetësore, poliklinika, spitali, 13.6 milion euro. Kjo është pasqyra e përgjithshme dhe rindërtimin po e tham dhe folëm, dhe në fund dua që të shikoni shumën e investuar në këto 3 mandate nga qeveria shqiptare për qarkun, 1.1 miliard euro. Të gjitha këto nuk janë për t'ju thënë që shiça mrekullie kemi bërë ne, por janë për t'ju thënë që kemi bërë gjithçka, kemi mundur dhe s'kemi lënë pa bërë asgjë të mundur për ta ngritur në një nivel tjetër këtë qark, për të ngritur në një nivel tjetër Krujën, Durrësin, Shiakun dhe vetë Shqipërinë. Dhe tani jemi në një fazë të re, kur siç ju kam thënë kur kam ardhur këtu përpara që në 4 vite të ardhshme do bëjmë më shumë se ç'kemi bërë në vitet e tjera të mbledhura së bashku, ju them të njëjtën gjë. Në 4 vite të ardhshme do bëjmë edhe më shumë se sa ç'kemi bërë në të gjitha vitet e tjera të mbledhura së bashku, nëse ju dhe të gjithë qytetarët do të na japin një mbështetje edhe më të fortë,
një besim të palëkundur dhe një fuqi edhe më të madhe për të marrë vendime dhe për të çuar përpara vendin, duke realizuar edhe profecinë e atij që ju e keni atje lart në Krujë si hijen e gjithë malit, Gjergj Kastriotit, i cili e përcaktoi qysh atëre se fati i stërnipërve të tij është Europa. Shumë faleminderit edhe uroj shumë që në 11 maj nga të gjitha kutitë e votimit këtu në Krujë të dali rezultati më i mirë ndonjëherë për Partinë Socialiste. Faleminderit. Ishte takimi elektoral i Partisë Socialiste në Fushkruj, ndoqët kryeministri në Rama. Të nderuar shikues, shkojmë në një hapësirë publicitare tani, kthehemi pas pak.